Tregjet ndërkombëtare të energjisë po japin sinjale të forta qetësimi pas javësh tensionit të shkaktuar nga konflikti me Iranin, Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin. Çmimet e naftës bruto, Brent, standardi global i tregut, ka rënë në nivele që nuk ishin parë që para nisjes së sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit në fund të muajit shkurt. Për një moment, çmimi zbriti në $72.50 për fuqi, përpara se të stabilizohej pak më lart. Tregjet kishin përjetuar luhatit të forta gjatë muajve të fundit, veçanërisht pasi Irani reagoi ndaj sulmeve duke kufizuar kalimin e anijeve në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët detare më të rëndësishme në botë për transportin e naftës dhe gazit natyror. Por situata ka nisur të ndryshojë pas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor mes Washingtonit dhe Teheranit, i cili parashikon një periudhë 60 ditore negociatash për programin bërthamor iranian dhe përfundimin e konfliktit. Fundjavën e kaluar, përfaqësuesit e të dy vendeve zhvilluan bisedime në Zvicër, të cilat quan edhe një lehtësim të pjesshëm të sanksioneve amerikane ndaj eksporteve iraniane të naftës. Sipas kompanisë së inteligjencës detare Kepler, numri i anijeve që kalojnë në përngushticën e Hormuzit është rritur ndjeshëm ditët e fundit. Mes tyre janë anije që transportojnë naftë bruto, gaz natyror të lëngshëm, plerha kimike dhe mallra të tjera tregtare. Ndërkohë, SBA-ja dhe Irani kanë krijuar gjithashtu një linjë të drejtpërdrejtë komunikimi për të shmangur keqkuptimet dhe incidentet në zonë, me qëllim garantimin e lundrimit të sigurt për anijet tregtare. Rënja e çmimit të naftës po shihet si një sinjal pozitiv për ekonominë globale, pasi mund të ndihmojë në uljen e kostove të energjisë dhe të zbusë presionet inflacioniste në shumë vende të botës. Megjithatë, analizët paralajmërojnë se tregu mbetet i ndjeshëm ndaj zhvillimeve politike dhe se ecuria e negociatave mes SBA-s dhe Iranit do të jetë vendimtare për stabilitetin e ardhshëm të çmimeve të energjisë.